Me që të ndëruar ju përshëndes edhe njëherë, shpresoj që jeni mirë të gjithë. Do të vazhdojmë edhe me një video tjetër ku do të flasim për temën se a është vërtet Muhamedi një shembull i mirë që për njerëzimin që ne ta ndjekim atë. Siç e dim, Kurani na thot këtë gjë te sura 33 ajeti 21 thot tashmë padyshim që tek e dërguari i Allahut Muhamedi ju keni një shembull mjaft të mirë për ta ndjekur. Kemi bërë një video për këtë, mund të shkoni edhe ta shikoni, e ka të njëjtin titull, është Muhamedi shembull i mirë për njerëzimin. Sot do të vazhdojmë me një video tjetër. Dhe jemi duke i bërë këtë video thjesht për të parë nëse vërtet Muhamedi është një shembull i mirë. Dhe ajo që jemi duke bërë është duke shiquar burimet islamike, jo diçka tjetër, jo ateiste, jo krishtere, por burimet islamike, duke shikuar jetën e Muhamedit, gjërat që ai tha, gjërat që ai bëri në Kur'an apo në hadithe, edhe thjesht të shohim këto dhe të vendosim, do të mendojmë mirë dhe ta bëjmë pyetjen se a është vërtet ai një shembull i mirë për ta ndjekur. Në këtë video do të flasim për rastin kur Muhamedi martohet me gruan e djalit të tij të adoptuar, pra martesa e tij me Zejnepin. Tash nuk e dija e dini këtë tregim, nuk e dija e dini këtë ngjarje, prandaj dua që në fillim t'ju tregoj këtë ngjarje. Zejnepi ishte gruaja e birit të adoptuar të Muhamedit, i quajtur Zejdi. Por sipas traditës islame, në një rast Muhamedi shkon për ta vizituar birin e tij, Zejdin, edhe mirëpo Zejdi nuk ishte në shtëpi në këtë rast. Ai kur e hap derën e shef Zejnepin, edhe ajo nuk ishte, le të themi, nuk ishte plotësisht e veshur, plotësisht e mbuluar kur Muhamedi e hapi derën, edhe sipas historisë ai u mahnet nga bukuria e Zejnepit. Ajo ishte vërtet e bukur, edhe ai lakmoi mbas saj, lakmoi në mënyrë seksuale, edhe për një kohë ishte i preokupuar nga kjo gjë shumë, ishte i preokupuar shumë, saqë Zejdi, biri i tij, kur dëgjon për këtë edhe mendon për atë se çka Muhamedi po ndinte drejt Zejnepit, ai shkon tek Muhamedi dhe i thot: nëse e don kaq shumë, nëse e don gruan time kaq shumë, do ta divorcoj dhe mund të martohesh me të. Kjo është çka Zejdi i thot Muhamedit, biri i tij. Mirpo Muhamedi i thot fillimisht i thot: jo, mbaje gruan tënde, edhe ki frikë Allahun, friksoje Allahut. Mirpo më vonë Allahu, gjithmonë i gatshëm për t'ia plotësuar Muhamedit dëshirat e tij seksuale, Allahu i shfaqet Muhamedit edhe i thot: pse po refuzon atë që unë dua të jap? Pse po refuzon atë që unë dua të ta jap? Unë dua që ti të martohesh me Zejnepin. Allahu i thot kështu. Kur Muhamedi zgjohet nga kjo, si të themi, nga ky vizion, nga kjo klop që e kishte kapur, gjë se po i fliste Allahu, zgjohet nga kjo klop, thot: kush do të shkoj t'i tregoj Zejnepit lajmin e mirë se Allahu më ka martuar me të. Dhe kështu, në fund të ngjarjes, Muhamedi martohet me nusën e Zejdit, djalit e tij të adoptuar. Pa e pyetur Zejnepin as pak, a dëshiron apo jo. Një gjë e tillë është e papranueshme. Një gjë e tillë, do të martohesh me nusën e djalit tënd të adoptuar, ishte e papranueshme tek ta njerëz në këtë komunitet, siç është edhe e papranueshme edhe te ne sot. Mirë, edhe nxiten disa argumente se kjo nuk duhet ndodhë, kjo nuk është e lejueshme, edhe çka Muhamedi bën për ta qetësuar situatën, ai vendos që ta çadaptoj birin e tij, Zejdin. Për shumë vite Zejdi njihej si Zejdi biri i Muhamedit, Zejdi ibn Muhammed, por për shkak të këtij rasti ai u desh që të kthehet, që ta marrë emrin e babait të tij biologjik, Zejdi ibn Haritha. Në një farë mënyrë këtu Allahu shkakton divorc mes gjëja parë këtu. Allahu shkakton divorc mes Zejdit edhe Zejnepit.
si që dëgjuat kur Muhamedi shkën, kur Allahu i flet Muhamedit, ai thotë që unë ta kam dhënë këtë, pa i treguar Zeidit, pa i treguar Zenipit, ai thjesht unë ta kam dhënë Zenipin për grua. Allahu shkakton divorc këtu. Kjo është ka ndodhur. Muhamedi martohet me gruan e djalit e tij të adoptuar, edhe ai nuk vazhdon të jetë me djalin e tij i adoptuar. Edhe kjo gjë nuk është diçka që vetëm Muhamedi bëri, por Muhamedi në fakt e lejoi këtë, u lejoi këtë gjë edhe muslimanëve të tjerë. Kushdo që sot si besimtar, kështu që sot si besimtar musliman janë të lejuar në fakt që të martohen me nusët e djemve të tyre të adaptuar, pasi që ato t'i kenë divorcuar ato. Ata t'i kenë divorcuar ato. Shqyroni çka sura 33 Ahzab, ajeti 37 për kujto kur i the atij që Allahu e kishte shpërblyer me besim, edhe ti i pa të bërë mirë, e ka fjallën për Zeidin, mbaje bashkëshortët tënde dhe ke frikë nga Allahu. E ti mbaje fsheht në veten tënde atë që Allahu do ta zbuloj dhe ju friksohesh njerëzve, por më drejt është ti friksohesh Allahut. E pasi Zeidi e kishte vendosur atë që e kishte menduar ndaj saj, ne të kurorëzuam ty atë, për të mos pasur besimtarët vështirësi ose mëkat në martesë me gratë e të adaptuarve të tyre kur ata heqin dorë prej tyre, e vendimi Allahut është i kryer. Pra, Muhamedi jo vetëm që vetë martua me nusën e djalit të tij të adaptuar, por Allahu i thotë se ky ajet, Muhamedi thotë se ky ajet i zbulua atij nga Allahu në mënyrë që edhe besimtarët e tjerë musliman të mos mendojnë se ata po kryejnë mëkat nëse martohen me nusët e djemve të tyre të adaptuar. Vërtet të mërshme. Kjo gjë në fakt solli probleme në martesën e Muhamedit mes grave të tij të tjera. Zenepi ishte kogja krenare dhe mburrej mbi gratë të tjera, duke thënë atyre se unë jam diçka e veçantë. Martesa ime me profetin është më e rëndësishme se sa juaja. Sahih Buhariu, hadithi me numër 7420, thotë Zenepi mburrej para grave të profetit, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, dhe thoshte ju u martuat nga familjet tuaja, ndërsa unë u martova me profetin nga Allahu prej 7 qiejve. Ajo mburrej me krenari para grave tjera. Kjo është ka ndodhur miq. Ky është Muhamedi. Tash bënja vetës këtë pyetje, sinqerisht, le t'i lëmë anash ndjenjet që i kemi, traditat që i kemi. A mendoni vërtet se ky është një shembull? Ky është një shembull i mirë për njerëzimin? Ndaluni dhe mendoni pak. Ta shohësh gruan e djalit tënd të adaptuar dhe të lakmosh pasaj aq shumë në mënyrë seksuale, sa që dëshirosh të kesh marrëdhënie me të. Edhe të thuash, mu shfaq Allahu, edhe më thas man jam i lejuar. Mendoni se ky është një shembull i mirë që ne duhet ta ndjekim? Unë jam i bindur, siç kam thënë në një video tjetër, dhe besoj se çdo shqiptar musliman që ka moral është më i mirë, është një shembull më i mirë se Muhamedi. Edhe çdo shqiptar musliman që ka pak moral do të refuzoj ta ndjek Muhamedin si shembull në këtë rast. Jam i bindur për këtë, se çdo shqiptar musliman është shembull më i mirë se Muhamedi. Me që duhet ta përfundoj këtu, por edhe njëherë mendoni pak. A dëshironi që ju, a dëshironi që fëmijët e tu, djemtë e tu, ta ndjekin shembullin e Muhamedit? Mendoni mirë. Ju faleminderit.